kuvendin ose skenën politike pas 7 qershorit? Në çfarë kuptimi çuçi shene? Kush do të udhëheq me kuvendin, kush do të udhëheq me qeverin, a keni vijat kuqe, a keni partner cilët i preferoni për bashkëqeverisje, a do t'i përgjigjeni ndonjë ftesë potenciale të lëvizjes vetëvendosje, ose PDK-s, ose do t'aftoni AK-n? LDK-ja po angazhohet për bashkim, jo për vijat kuqe, pra kemi proklamuar gjatë këtë proces, nuk mendoj që është një gjë e mirë që Kosova të vazhdoj të polarizohet ndërmjet partive politike. Pra, LDK-ja nuk e ka parim, nuk udhëhiqet nga ky parim për të vënë vijat kuqe, vetëm nëse ato janë të domosdoshme, siç ka ndodhur në fakt disa herë gjatë historisë së zgjedhjeve në Kosovë. Aktualisht nuk ka një vendim zyrtar brenda LDK-s që mund të ketë vijat kuqe për ndonjërin prej partive politike. Besoj shumë që varësisht nga rezultati dhe rrethanat që krijohen, do të analizohen gjitha këto zhvillime politike. E kemi thënë dhe më parë, e themi edhe tash që me lëvizjen vetëvendosje kemi pasur probleme sa i përket mënyrës se si ata kanë qeverisur. Vazhdojmë të kemi dilema të mëdha në mënyrën ose në çastin që ata kanë për ta qeverisur vendin, por për secilin prej procesit negociues me cilin potencialisht do të mund të ballafaqoheshim, do të uleshim, të diskutonim, të analizonim programet, pikat, orientimet politike, si do duhet dukej një qeverisje në Kosovë, një president, një kryetar kuvendi, si do duhet funksiononte politika e jashtme, të gjitha këto. Nëse do të ketë një dakordancë për këto parime, mbase edhe nuk ka nevojë fare të ketë vjet. Po e them sepse janë disa prej situatave që mund të përsëriten. Për shembull, LDK-ja nuk ka qenë pronë një bashkimit të partive nga dyet e poshtë. Në pas zgjedhjeve të shkurtit ka kërkuar qeveri të unitetit kombëtar dhe ka refuzuar pastaj bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje, refuzoi sërish ofertë për bashkëqeverisje me vetëvendosjen. A ka gjasa që të përsëritet, për shembull, që vetëvendosja dale para dhe të kenë mundësi partitë e tjera ta bëjnë shumicën në kuvend, apo i keni skenarët që nuk i përsëritsi? LDK-ja ka dallime me të gjitha partitë politike. Natyrisht. Siç ka me vetëvendosjen, ka dallime edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Domethënë janë të vërtetshme dhe kanë qenë të diskutuara gjatë në opinionin publik. Por edhe në vitin 2025, LDK-ja nuk ka qenë bllokuese fare, e përmende vetë që ka qenë fakt vetmja forcë politike që ka propozuar një qeveri uniteti me gjitha partitë politike pikërisht për këtë krizë, për të shmangur këtë krizë në për cilën po kalojmë aktualisht. Nëse qeveria unitetit do të bëhej, ashtu siç ka propozuar LDK-ja në vitin 2025, sot do ta kishim presidentin dhe më pas, nëse do të kishte dakordancë, edhe do të mund të shkonim në zgjedhje. Mirëpo ajo ofertë u refuzua, madje edhe u përqesh nga gjitha partitë politike, përfshirë edhe vetëvendosjen edhe PDK-n u refuzua kategorikisht, nuk u analizua fare, dhe në fund gjitha këto forca bashkë shtyhen me njëra tjetrën, nëse mund të them, për ta fajsuar LDK-n. Nuk ka qenë bllokuese. Gjithë janë kundër LDK-s. Por nuk po e them thjesht për tu viktimizuar,